Hetimet e shpejta dhe profesionale çojnë në zbardhjen e autorësisë dhe dinamikës së vrasjes së shtetasit S, trupi i pajetit të cilit u gjet në vendin e quajtur Qafa e Dilanit pas mesnatës së datës 26/9/2025. Identifikuet dhe shpallën në kërkim një 48 vjeçar autor i dyshuar i vrasjes. Nga hetimet dyshohet se 48 vjeçari, pasi konflikti për motive të dobta, ka qelluar me armë drejt shtetasit S, shtetasve që shoqëronin atë dhe automjeteve të tyre të ndaluara. Nga të shtënat humbi jetën shtetasi S, sekuestruan nga vendngjarja automjetet e shtetasit S dhe shoqëruesve të tij si dhe 2 armë gjau. Gjithashtu sekuestruan automjeti dhe veshjet e përdorura gjatë krimit si dhe 2.500.000 lek në valutat lek dhe euro, 3 armë gjau, municion për armë gjau mesaçme, municion për armë vjaska, 450 fara të dyshuara kanabisi dhe 2 kasaforta. Si rezultati i hetimeve intensive të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, i përbën nga ekspertë të strukturave hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër dhe nga ekspertë të Departamentit të Policisë Kriminale të Drejtorisë së Përgjithshme të Shtetit, të drejtuar nga Prokuroria e Gjirokastrës, ngritur menjëherë pas ngjarjes së ndodhur rreth mesnatës së datës 26/9/2025, në aksin rrugoni Vic Salari, ku vra shtetasi italian S 44 vjeç. U mundësua zbardhja e autorësisë dhe rrethanave të rastit. Konkretisht u identifikua autori dyshuar i vrasjes shtetasi KS 48 vjeç, banues në fshatin Mesaplik Vlorë, i cili u shpall në kërkim për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Nga hetimet dyshohet se 48 vjeçari fillimisht është konfliktuar verbalisht për motive të dobta me shtetasin S dhe me shtetasit që shoqëronin këtë të fundit. Më pas shtetasi KS dyshohet se ka qelluar me armë vjaska në drejtim të këtyre shtetasve dhe automjeteve të tyre, në aksin i Vit Salari, ku si pasojë të shtënave humbi jetën 44 vjeçari. Gjatë veprimeve procedurale u sekuestruan nga vendngjarja automjetet e përdorura nga shtetasi S dhe shoqëruesit e tij, si dhe 2 armë gjau. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një stan në një zonë të thellë malore midis fshatrave Nivis dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçari gjatë kryerjes së krimit. Gjithashtu në këtë zonë u gjet e hedhur në shkure një çantë në të cilin ishte një palë dylby me rreze infra, një palë dylby termike, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Mëtej gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me shërbimet e policisë së Vlorës, në banesën e 48 vjeçarit dhe në banesat e familjarëve të tij në fshatin Mesaplik dhe në Vlorë, u gjetën rreth 2.500.000 lek në valutat lek dhe euro, 3 armë gjau me municion luftarak, saçme dhe vjaska, 450 fara të dyshuara kanabisi dhe 2 kasaforta të mbyllura. Vijon puna intensive në bashkëpunim me policinë e Vlorës dhe me Departamentin e Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me qëllim kapjen e shtetasit KS. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.